Zonja Liri Berisha, presidente e Fondacionit Fëmijët Shqiptar dhe Salvador Kaçaj, u vlerësuan me medalje merite nga Konfederata Ndërkombëtare e Prioritateve të Mëdha Autonome, kalorësit e Maltës, gjatë punimeve të konferencës shkencore ndërkombëtare, Bota e Autizmit mbajtur në Tiranë. Certifikat dhe medalja meritës. Teksa shprehu mirënjohje për vlerësimin, zonja Liri Berisha theksoi rëndësinë që ka dëgjimi i profesionistëve të fushës nga mjekët e rinj, në mënyrë që kontributi në sjelljen e shpresës për fëmijët autik të jetë sa më i madh. Sot, në tërë këto vite eksperience, kemi mësuar se autizmi nuk mund të quhet më sindrom izolimi. Ai mund të sfidohet nga bashkëpunimi i prindërve heroj, siç jeni ju, dhe nga trajtimi i specialistëve të përkushtuar siç jeni ju, që punoni me metoda dhe programe të licencuara shkencore. Ndaj detyra kryesore dhe domosdoshmëria sot është të mos mbes asnjë fëmijë i pa diagnostikuar dhe mbi të gjitha i pa trajtuar. Në fjalën e tij, Salvador Kaçaj, përfaqësuesi priorisë së madhe autonome të kalorësve të Maltës në Shqipëri, bëri thirrje për një shoqëri më të ndjeshme, më të dashur dhe më njerëzore ndaj personave me spektrin e autizmit. Unë jam i përkushtuar bashkë me Urdhën e Maltës, i cili kam nderin të përfaqësoj për gjithë Shqipërinë, që të kontribuoj për këta fëmijë dhe për çdo njeri që mbështet këtë shtresë. Tash edhe një shtresë që e meriton me shpirt dhe me zemër t'ju shërbejmë dhe t'ju rrim afër, t'ju afrojmë dashuri dhe ngotësi. Në konferencën shkencore ndërkombëtare Bota e Autizmit, morën pjesë profesorë dhe mjek vendase të huaj, të cilët dhanë kontributin e tyre përmes qasjeve teorike dhe praktike në avancimin e studimeve për autizmin.